Ky problem do koment të gjatë, po unë po përgjigjem shkurt. E para, fajtorët jemi të gjithë ne. Dhe kur them ne, fajsoj politikën në radhë parë është pa diskutim, e cila gjatë këtyre 35 viteve nuk është kujdesur për gjën më të shtrenjtë që ka një vend, një shtet që quhet toka. Toka, e cila përmban dhe përmbledh gjitha burimet hidrike, është pjesa kryesore ose shasia në të cilën ndërtohet një makinë dhe lëviz. Ky është problemi më i madh dhe që nuk është kujdesur asnjë lloj qeverie në pikpamjen të perspektivës. Toka është tek ne është trajtuar në mënyrë çnjerëzore. Ne kemi humbur sipërfaqe pa fund toke, duke bërë ndërtime kuturu, ndërtime të jashtë, po e kthejmë në aspektin praktik. Unë vi nga Lezhë dhe bregu i Matës dikur, fusha e Torovicit dhe bregu të Matës, ndër fushat më të rëndësishme të prodhimeve bujqësore, dikur nuk kishte as kasole, jo banese, nuk të lejonte njëri. Ishte një plantacion i madh ku gjithmonë hapeshin kanalet e para kulluese, kanalet të dyta kulluese, të treta kulluese, gjithmonë kishe një eskalator, dikur ishin me kavo, me kova, dhe që përfundonte pastaj tek hidrovori, i cili nuk ka në çdo vend, jo vetëm këtu. Hidrovoret janë pajisja e fundit ku administrohen gjithë ujërat në një terren normal rreshjesh. Sigurisht ndryshimet klimatike kanë bërë punën e tyre, sigurisht tani kemi rreshje në njësi kohë të përqendruara dhe jo në sasi si të dikurshmet, por të gjitha këto përbëjnë ato elementet për të cilat njeriu, me saktë qeverit në vendin tonë, nuk janë kujdesur. Dhe ky është problemi më i madh. Askush nuk ka çfarë t'i bëj në kuadrin e këtyre ndërtimeve të pa planifikuara, investimeve të pa kontrolluara dhe kujdesit që gjithmonë e më pak ushtrohet në atë që është baza e çdo gjëje në një vend, që është toka. Mentor, duket sikur kemi qenë edhe pak më fat deri tani se në këto vitet e qeverisë socialiste, se nuk është se ka pasur, të paktën kujtoj ato vitet e kaluara nga 2010 deri në 2013 edhe ato ngjarjet e fillim janarit. Por menjëherë sapo kemi rreshje pak orë, në pak ditë gjithë vendi është në ujë. Situata është absolutisht komplekse dhe nuk mund të drejtosh gishtin tek një përgjegjës e vetëm, dhe çdo kush, çdo individi vetëm, çdo strukturë qeveritare deri tek strukturat specializuara të shtetit janë përgjegjëse për menaxhimin e territorit, janë absolutisht përgjegjës. Dikush është përgjegjës sepse me një karrozë zhavore ka mbyllur kanalin para shtëpisë tij që ta fusi makinën deri dera shtëpisë. Dikush është përgjegjës që ka ndërtuar në shtratin e Lumit apo në zonën e Kënetës. Dikush tjetër është përgjegjës që ka lejuar ta ndërtojë. Pushteti është përgjegjës që nuk i ka ndaluar. Pushteti është përgjegjës që s'ka mbajtur, së paku të kishin mbajtur infrastrukturën kulluese që trashëguam nga regjimi komunist, sepse kanalet ishin komuniste, kanalet ishin bërë me djersën dhe gjakun e njerëzve dhe ishte infrastrukturë model që garantonte mbajtjen e tokave në gjendje të kulluar dhe mbrojtjen e qyteteve. Zhvillimi i qyteteve në mënyrë kaotike, pa plan, pa pyetur, s'ka kanalizim aty, gjej vend boshë bëj shtëpi, gjej vend edhe sot e kësaj dite, gjej hapësirë boshë bëj kulla, pa ditur ka apo nuk ka kanal për ujërat e zeza, për ujërat e bardha kështu me radhë. E fundit është mungesa e perspektivës largpamësisë së pushtetit. Qeveritë këtu punojnë jo
për t'i parë hajrin brenda mandatit, por e duam brenda javës t'a vjerim politikisht. Dhe ashtu që shtrojnë shkele shko atë rrugën, si shbëjnë shkele shko gjdo punë publike. Se dhe rrugë të reja të ndërtuara shpejt, ranë, dhera, të uçan. Jo vetëm Shqipëri. Njerëzimi në barë botën është përballë sfidës të ndryshimeve të klimës. Ndryshimet e klimës, Shqipëria bën pjesë në vendet e mesdheut me risk të madh në raport me ndryshimin e klimës. Pasojat janë nga më ndryshmet. Bujqësia, gjysmën e kostos që po paguan sot e ka nga ndryshimet e klimës, por nuk merret njëri me koston e kësaj. Përmbytjet e konsiderojmë sepse janë të dukshme, ndodhin brenda një dite, ndodhin në mënyrë të ububushme dhe na krijojnë atë panikun e madh. Klima ka ndryshuar, rreshtet e borës nuk janë më, rreshtet bie në mënyrë të shregullt, shiu një muaj bie për 6 orë. Pra është bërë agresive. Tani çfarë duhet bërë? Të thuash që e ka fajin ai lart, s'kam çfarë bëj unë, është zgjidhja më e lehtë, prit, mbaro, tiki ujë, shpërndaj në qese me ushqime në pako makarona atyre që janë përmbytur dhe mbaroj punën e qeverisë. Detyra e qeverisë dhe shtetit është çfarë masash të marrë për të mbrojtur përballë këtij moti agresiv. Përpara se të shkojmë në këtë pikë. Jo, klima është bërë agresiv, moti është bërë agresiv. Ne kemi për detyrë të mbrohemi që të mbijetojmë, për ndryshe të marrim plaçkat e tikim prapë në mal, siç kemi jetuar dikur. Kjo gjë nuk po ndodh. Në vend që të bëhen studime për të ngritur vepra mbrojtëse nga përmbytjet, nuk është punë të hapim një kanal sot për të nesër, po vepra që të rezistojnë dekadave, sepse mas 2 muajsh do ndodhi prapë, mas 5 muajsh do ndodhi edhe më keq se sot. Askush nuk thot dot që ky ishte shiu i fundit. Jo, do ndodhi, sepse kjo është klima. Ka rënë shi në Durrës brenda 6 orësh sa mund të binte në gjithë Republikën për 1 muaj. Mund ndodhi prapë se ka askush në dorë ta parashikojë dhe aq më keq ta ndalojë këtë punë. Ne duhet të mbrohemi. Çfarë bëjmë ne? Asgjë. Kjo është merita e qeverisë. Duhet që të projektoj dhe në vend të investoj dëmshpërblime, të financoj investime që mbrojnë rrugët, që mbrojnë qytetet, të ndërtoj me cilësi dhe me standard më të mirë, të ndërtoj ura më të forta, mos vendosi thjesht 3 pllaka guri dhe me rrebeshin e parë shemën dhe të kanë ngelur 3 çeregu i fshatrave të izoluar nga njëri tjetri. Kjo është ajo që ne duhet mësojmë nga këto kushtet e ndryshimit të klimës. Kjo është ajo që duhet ndodhë që pas çdo fatkeqësie